Të mërkurën pasdite doli vendimi i gjykatës kushtetuese. E një ditë më pas, ligjvënësit e Republikës u ftuan të mbledhen paraditën e 10 tetorit pas publikimit të plot të aktgjykimit të institucionit më të lartë juridik lidhur me konstituimin e kuvendit. Në dokumentin e kushtetueses kërkohet që zgjedhja e nënkryetarit serb të bëhet brenda 12 ditëve, afati i cili filloi të rrjedh nga 8 tetori. Mirë po, nga organizatat që monitorojnë punën e kuvendit po kërkohet që seanca e së premtës, nëse nuk zgjidhet nënkryetari, mos të caktohet për ditën e diel kur mbahen zgjedhjet. Nëse që kryetari i kuvendit dhe deputetët e kuvendit duhet me pas parasysh të dielin kemi zgjedhje dhe prandaj në këtë situatë është më e udhës dhe pres që ose nesër të përfundoj seanca, pra të zgjedhet eventualisht, po supozoj të zgjedhet nënkryetari i kuvendit nga radhë e komunitetit serb, ose nëse dështon nesër, seanca e radhës mund të caktohet me njëherë pas një ore ose edhe të shtunën. Ky proces duhet të përmbyllet brenda afatit me patjetër sipas një njohësit të kushtetutës. Pavarësisht të disa kërkesave të disa personave me ndikim në politikat e caktuara që ne nuk kemi vot për deputet të listës serbska, prapë duhet me pas parasysh se ata deputeti janë të certifikuar, janë pjesë e parlamentit, kanë nënshkruar deklaratën e betimit. Por, sa e ka qartësuar apo pa qartësuar gjykata kushtetuese këtë situatë të tanishme dhe a mund të thellohet kjo krizë politike? Unë pres që ky afat të respektohet, nëse ne hyjmë në një situatë të paqartë, sepse nuk i dimë edhe të pasojat çka nëse nuk përmbushet ky afat, çka nëse dështojmë me zgjedhjen e kryetarit e kuvendit, logjikisht do duhet të kishte edhe një masë që gjykata do duhet ta vendoste karshi këtyre deputetëve. Që nga 5 shtatori, parlamenti ka masë të përkohshme si shkak e ankesës së listës serbe, të cilët pretenduan se pati shkelje kushtetuese për zgjedhjen e nënkryetarëve. Deputetët do të kenë kohë për ta kryer këtë punë deri të hënën e 20 tetorit.